Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në emisionin e radhës në Radio Televizionin Iliria dhe emision ky javor Mjekësia dhe ti. Për sot kemi zgjedhur të diskutojmë kujdestaria e antimikrobikëve. Të ftuara kemi sot doktoreshën Jehona Krasniqi Zhuti, specializante në sëmundjet infektive. Mirë se vjen doktoresh. Kënaqësi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jona. Doktoresh, shpeshherë kemi dëgjuar pacientët duke thënë se jam në përdorim të antibiotikëve. Disa të tjerë thonë se mjekët më kanë thënë të përdori antibiotik për një kohë të gjatë, disa për një kohë më të shkurtë, disa kanë përdorur por nuk kanë pas efekt. Atëherë, çfarë është kujdestaria antimikrobike? Kujdestaria antimikrobikëve është një term që rishtazi ka filluar me u popullu goxha shumë në botë, për shkak se është pa që jemi tu ballafaqu me një kohë të re që po vjen. Kjo është pikërisht për shkak të keq përdorimit, nëse mund të them, të antibiotikëve, edhe jemi tu ardhur në një kohë që ndoshta nëse nuk fillojmë tash me pas kujdes, kemi me pas tekshmëri pikërisht se kemi me qenë gjendje me i luftu me bakteriet me antibiotik. Për shkak se jemi tu ndihmu krijimin e rezistencës. Kjo çka përfaqëson, domethënë, është një farë lloj koncepti goxha i gjon, po për me definu si kujdestaria antimikrobikëve, ose në anglisht është antimicrobial stewardship, po në shqiptar gjet kjo fjalë më e mirë, ose që e përshkruan ato si çka është faktikisht të gjitha veprimet të cilat ndërmirën edhe që synojnë për me u dhënë antibiotiku i duhur te pacienti i duhur, për diagnozën e duhur, në rrugën e duhur edhe në dozën e duhur. Kjo është kujdestaria antimikrobikëve. Cilat janë qëllimet e këtij programi, domethënë të kujdestarisë antimikrobike? Atë sa mundet me u thonë program, mu i me thonë se është faktikisht është edhe një farloj qëllimi ose një farloj veprimi, edhe është pikërisht për me tentu mas pari me u vetisu na si personazh shëndetësor, po normalisht edhe vetë popullata që antibiotikët me u përdor ashtu si duhet. Do me thonë me u trajtu vetëm kur kemi nevojë, kur ekziston një indikacion i tillë që duhet me u përdor antibiotiku, qoftë me analiza, qoftë pastaj edhe me klinikën e pacientit, edhe me u limitu një kohë për shkak se shumë herë, do me thonë, është edhe tej përdorim. Edhe duke bërë ose duke i adaptu vetë këto hapa të cilët janë të rëndësishëm, ose duke do me thonë, tu mbështet në vetë ato çka ofron ose çka është edhe çka përfaqëson kujdestaria antimikrobikëve, ne kemi me qenë gjendje, do me thonë, me e luftu rezistencën që po paraqitet e bakteriet. Edhe një farë forme me e prolongu ose me e zgjat këtë kohën kur na kemi mi pas në disponim antibiotikët. Për shkak se nëse nalësh dhe shikon, nuk është se ka shumë barna të reja të antibiotikëve, është ajo interesi ose jo, po nuk është dhe shumë e lehtë për me marrë me bo një barë të ri, një antibiotik të ri. Tash kanë filluar edhe këto kombinime të antibiotikëve, megjithatë nëse nalësh dhe shikon, po themi në 10 vjeçarin e fundit, nuk është se ka zbulime shumë ose një numër shumë, një gamë shumë e madhe në numër i antibiotikëve të rinj. Ma shumë janë si kombinime të antibiotikëve ekzistent. Për çfarë nëse dojmë me prolongu edhe me qenë gjendje me luftu bakteriet, atëherë duhet me ekzistu edhe programe të tilla, edhe do të thonë me u marr parasysh, me u eduku në kuadër të asaj, edhe me vepru tamam për çka është edhe kjo kujdestaria antimikrobikëve. Kur duhet një pacient të përdor antibiotik? Tash këto janë indikacione të cilat zakonisht caktohen prej profesionistit shëndetësor. Gjithsesi, po. Antibiotik e dim që gjithmonë përdoren, domethënë, te rastet e infeksioneve me bakterie bakteriale. Megjithatë janë edhe disa smundje me atleta të cilat munden me kalu edhe pa u përdorur antibiotiku. Tash ti nuk po shkojnë atë. Është tash në kuadër të kësaj të kujdestarisë antimikrobikëve, në përgjithësi është edhe ajo periudha watchful and wait. Domethënë watch and wait. Prit, shih edhe prit, që mos me ungut me përshkrua antibiotikun. Tu fillu domethënë prej shëndetësisë primare deri te sekondarja dhe tek terciarja. Po gjithmonë janë domethënë indikacionet kur tash po flas në nivelin terciar të gjen një pacient shumë i intoksikuar, mandej me një infeksion bakterial, janë ato ndrimet që ndodhin domethënë në vetë analizat e gjakut. Shumë kush e lidhe me CRP-n. CRP është një prej domethënë faktorëve, sinjalizuesve, biomarkerëve që tregon që ki infeksion, po jo gjithmonë lidhet me infeksion. Atëherë duhet kur të ke një CRP të ngritur, duhesh pak a shumë e bazuar në analiza të tjera që ty
kishin me referu që kjetë bëjsh me infekcion. Pastaj çka është ajo më e rëndësishme tek ne si infektolog, janë edhe analizat mikrobiologjike, për shkak se neve shumë herë na intereson edhe patogjeni, për shkak se me anë të identifikimit të patogjenit, mandej orientohesh edhe çka me dhonë, domethënë antibiotik. Edhe pikërisht në sajt kësaj, domethënë këtu është e ka një faroli kyç goxhate, diagnostika dhe ana e mikrobiologjisë, atëherë bëhet nëse muj me thonë, një dhënie adekuate e antibiotikëve, pastaj caktohet doza normalisht edhe deri te edhe kosgjatja. Që tash me studimet më të fundit po tentohet që edhe dhënia e antibiotikëve, gjithsesi kosgjatja, të reduktohet 5 deri në 7 ditë. Kjo një risi zaten? Është një risi, janë studimet e fundit që po tregojnë që normalisht janë smundje të cilat janë më të rënda që kërkojnë, tash mos duhet me u bë dallimi, që kërkojnë një periudhë pak më gjatë të përdorimit të antibiotikëve. Megjithatë po tenton që kjo kohë të shkurtohet, domethënë 5 deri në 7 ditë të përdorimit. Për shembull, ka pas edhe studime më të fundit që amoksiklavi nëse përdoret si 3, si 5 ditë, e jep të njëjtin efekt. Po edhe 5 deri në 7 maksimum, po nuk preferohet për me shku, domethënë matutje. Po tentohet që me u bë një farë reduktimi, domethënë koha e përdorimit të antibiotikut 5 deri në 7 ditë. Normalisht janë ato smuje të tjera specifike që kërkojnë një farë kosgjatje. Derisa tani po flasmi për një mënyrë të rregullt të përdorimit. Çka ndodh kur kemi përdorim të gabuar të antibiotikëve? Çojmë ka rritje rezistencës ndaj atij antibiotikut? Te na ajo çka edhe diskutohet, për shkak se unë jam edhe si bursiste në kuadër të organizatës evropiane të mikrobiologëve klinikë dhe të smundjeve infektive, pikërisht për këtë program është kujdestaria antimikrobikëve. Ajo çka është diskutuar kur kemi filluar programin është që shumë herë mjekohet frika. Edhe te na, përgjithësi te profesionistë shëndetësor, po flas domethënë për gjithëve, qoftë edhe na që punojmë në klinikë infektive, në ndonjëherë e mjekojmë frikën. Për shkak se kur të vjen tash një pacient i intoksikuar domethënë me simptomatologji që shkon ka pjesa e infektivës, na fillon me njerë me antibiotik që mos me e lon për me u bë diçka më e madhe. Edhe pikërisht kjo ka njerë kur po mjekohet frika, edhe kur po tentohet me u parandalu diçka që nuk ekziston, nuk është aty. Se s'mundesh me parandalu diçka që s'është. Atëherë na faktikisht jemi tu e qit një lloj baze, po dhe tu e shtyt organizmi që me kriju mekanizma të rezistencës, që nesër mas nesër mos me funksionu domethënë antibiotiku ndaj një bakterie të caktuar. E pikërisht që ky keq përdorim që bëhet, shumë herë ju po parandaloj diçka që s'ekziston, ose po jipet antibiotiku i gabum, kjo domethënë ja mundson bakterieve që sulmojnë trupin me umsu me çato, edhe se bakteria është ekspozuar tash ndaj çati maset madhe që të një antibiotiku që ti po e ke përdorur non stop, edhe normalisht ja mëson pak trukun që thojmë kështu pak ma po e thjeshtësoj, edhe krijon mekanizmat e rezistencës që nesër mas nesër nuk kime mujt të pa efektshme. Ma e keqja është që sipas tu pas parasysh vdekjet banale, pikërisht për rezistencës antimikrobikëve, do me thonë, është ajo frika që deri në vitin 2050, ndoshta kemi ballafaqur me të vërtet me një luftë me rezistencë, që thjesht ndoshta edhe një infekcion shumë banal nuk kemi me qenë në gjendje me trajtu. Edhe tash për shembull në praktikat tona në klinikë, praktikat e përditshmërisë, kemi na vinë, domethënë këto që i thojmë na si infekcione brenda spitalore, që kanë filluar të bëhen multirezistente. Edhe tash imagjino kur vjen multirezistente dhe ty lën vetëm me një ose me dy antibiotik për me manipulu. Tash kjo është e tmerrshme. Domethënë kjo është e tmerrshme se ty të kufizon në gjithçka tjetër. Ose e kemi edhe panrezistente. Kemi pas raste që na ka ardhur, domethënë bakteria me ketë rezistente me antibiotik që na i kemi disponim, çka i bën atij pacienti. Ç'është veprohet në ato raste? Në ato raste ose duhet me tentu me shku me rrit dozën antibiotiku që mendohet
Megjithatë tash ty kur të vjen rezistent, ajo ty pak të lën me vepru, po fatmirësisht i kemi mikrobiolog tanë që janë tu testu me antibiotik të rinj që po fillojnë me i fut çashtu qysh po i qetë dhe bota që ata po i marrin po i testojnë. Paralelisht. Që të paktën hajde kemi një farë rrugë të qelë që në rast se diçka me shku, me antibiotik të eri, që veç kanë fillu tash me u testu edhe në kuadër të mikrobiologëve tonë që janë fut. Normalisht duhet me tentu, për shkak se na porrim non-stop të i pa tash antibiotik të ri të cilët po dalin, pse nuk janë shumë në numër. Nuk dija munden me i numru mbi 10 sosh, nuk po jam shumë e sigurt. Si të ri, janë zakonisht janë edhe kombinimet antibiotikëve të cilët janë, po i bojnë dy, bashkë po i kombinojnë. Funksionalitetin, për shembull, se me kriju sinergji ose diçka të tillë, edhe është kjo e mirë që po i marrim për me i testu që na një farë forme me e ditë ku më orientu. Që në rast se kemi qëto pan-rezistente, duhesh me adho ndihmën pacientit do si do, për ndryshe të shkon pacientit. A rrezikojmë nëse rrismi dozën e antibiotikut? A rrezikojmë jetën e pacientit? Është tashtina kur e rrisim dozën gjithmonë na i marrim parasysh edhe fiziologjinë e pacientit, gjithmonë shkojmë të i matë parametrat me pa çush e ka funksionin renal, çush e ka tash pjesa e amëlqisë, edhe normalisht tash ti ke duhet edhe me u matë, me u pa ti deri kur guxon me rrit qatë dosë, ti faktikisht antibiotiku është një thik me 2 teha, kështu që çaq sa është i mirë e ka edhe atë rrezikshmërinë e vet. Po njëherë për njëherë, domethënë i kemi qatë derën hapun prej kolegëve tonë mikrobiolog, të cilët janë muj me thonë, janë mjaft up to date, edhe tentojnë që antibiotik të ri të paktën diçka që ka mundet me marrë, me e testu, që me na orientu neve që e paska edhe një rrugë, e paska një farë shprejse për me marrë, me fillu. Sa jam djeni, ju do të thotë keni rastis me pa edhe përvojat jashtë vendi, jo vetëm në Kosovë, në menaxhimin ose mënyrën e përdorimit të antibiotikëve. Po. Sa keq menaxhohet antibiotiku në Kosovë? A kem dallim prej vendeve të tjera? Po i marr në aspektin tek trajtimi së sëmundjeve infektive, që nëse nga kjo fushë. Po i marr Kosovën si shembull, edhe kisha marr Holandën dhe Danimarkën. Për shkak se më ka ra dhe me këta. Kur të nalësh edhe ti me i pa tash kur të këqysh këto paraqitjen skematike të përdorimit të antibiotikëve për i Holandezë dhe për i Danimarkës. Dallimi është, domethënë, kjo zgjatja lineare, domethënë është shumë ulët. Ata janë shumë të kujdesshëm për përdorim të antibiotikëve. Edhe programet i kanë të tashme. Ata janë thjesht, muj me thonë, prirës. A do thotë ata që e neglizhojnë mënyrën e trajtimit me antibiotika apo e lanë si të fundit? Jo, nuk e neglizhojnë formën e trajtimit për shkak se ata kanë infektolog që janë shumë të fuqishëm, kanë si konsulent, po janë shumë të kujdesshëm, nuk nguten domethënë në përdorim, e kanë këtë pjesën watch and wait, ose nëse përdoret është ajo edhe kozgjatja është më e shkurtuar, po edhe tentojnë me shku është ajo rregulli 3 ditë shko intravenos derisa të merrsh analizën, apo kupton, për me pas target therapy. E këta mbështeten shumë në terapi të targetume. Mandej edhe holandezët e kanë, domethënë atë tërheqjen lineare që i shohim në ato kurbat i kanë shumë të ulta të përdorimit. Po nëse e sheh Kosovën, Kosova është jemi goxha larg. A kemi dallim prej viteve ndër vite kështu në përdorimit? Po, tash i ka. Se kjo është një shenjë që jemi... Është një diçka shumë interesante që është rritë përdorimi i ceftriaksonit shumë. Sidomos pas pandemisë është drejt që kemi goxha një farë. Edhe ende njihemi si kampion faktikisht në përdorim të ceftriaksonit. Duket se këtë grupin e penicilinave veç e kemi hekë përdorimit, ma nuk për përdorin. është shumë interesante kjo. Edhe kemi hy në atë vorbullin e përdorimit, keq përdorimin nëse më thonë të ceftriaksonit. Megjithatë, fal njerëzve, cilët mundemi u thonë që janë jo pionjer, po senior, për sa i përket luftës që bajnë kundër rezistencës, ndërta është profesori Lul Roka. Ai, domethënë, është iniciatori i parë i punëve shumë të mëdha që është të tentuar me i zhvillu për sa i përket pikërisht kësaj rezistencës antimikrobike në Kosovë. Është me një projekt që
më ka përfshi dhe mu, edhe jemi, do më thonë, kemi startu me shëndetësi primare, për shkak se normalisht edhe aty fillojnë, ose janë faktikisht mjek familjar, e në ata të parë që ballafaqohen me pacientat para se ty, me nis në sektori sekundar dhe terciar, edhe po besoj fushata ka me qenë goxha agresive në aspektin pozitiv. Njëherë po mirën disa qendra vetëm si pilot projekte, po besoj që ka me fillu me pas ndrime. Tashti, do më thonë, kur ka fillu me qëtë projekte dhe kur kemi fillu auditet e mushme në për qendra të caktume në projekt qendra kushtorit mjekësive familjare, është vrejt që po tentohet me u reduktu, do më thonë, përdorimi i ceftriaksonit. Kjo ka qenë, do më thonë, është bojë madhe goxha një kohë dhe ma parë, që po flitet që është keq përdorim shumë i madh, janë dhe studimet. Do më thonë, na jemi kampionët, e pëlqym se pëlqym, na e mbajmë ato vendin e parë për keq përdorim, nëse mund të them, për shkrim të ceftriaksonit. Se e marrin sikur një diçka më të përgjithshme, po mirë, po kanjere e vazhdojnë këto terapinë, do më thonë, shkon ajo deri në 10 ditë, deri në 2 javë. Nëse po don me tackle ose të paktën me gjetë qatë problemin që e ki, shko të paktën me 3 ditë intravenos, derisa të merr një urinokultur, ose derisa të merr një strisho, mandej e ki terapinë target. Edhe preferohet gjithmonë që me kalu, do më thonë, peros me terapi tabletare. Të ndërrosh shikues, është koha e marketingut dhe kthehemi pas një bloku të marketingut. Ndruam që në ditët e para, gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emona Center. Sheqer 5 kg 3.69, fasule e bardhë 700 gram 1.89, sup 60 gram 0.99 cent, qomsh 1 letër 0.89 cent, mishpule 2 kg 7.29, jogurt 1 letër 0.85 cent, mini kek 0.89 cent. Biskota 500 gram 2.89, shkopenj pereci të njelmët 0.69 cent, popcorn 300 gram 1.09, ujë natyral 1.5 letër 0.25 cent, lëngje jafa 1 letër 0.55 cent, detergjent rrobash 1.5 kg 2.99, letër toalete 1.29, sapuni lëngët duash 500 ml 0.75 cent. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët. E ne të nderuar shikues, u kthejmë në studio për falendrimin e sponsorëve tonë, të cilët edhe na shoqërojnë gjatë emisioneve tona.
HomeLab Plus laboratori biokimik, hematologjik dhe mikrobiologjik, i cili funksionon që nga viti 2019 me 2 pikat e saj tani më të hapura edhe në lagjën Olpiana, në të cilin kryhen një gamë e gjëra analiza nga pjesa e biokimisë, hematologjisë, mikrobiologjisë, smundjeve infektive e më gjërë. Po ashtu, HomeLab Plus ka një bashkëpunim me laboratorët të ndërlidhëse brenda dhe jashtë vendit, si që janë ato në Turqi, Shqipëri, Greqi dhe më gjërë. Emona Center është rrjeti supermarketeve në Kosovë, i cili është certifikuar 3 herë radhazi për cilësi dhe njëkohësisht në raftet e supermarketeve nuk përmban pije alkoolike. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare me produktet e mishit, e cila është certifikuar nga Bashkia Islame për produkte halal. Dhe Cima Construction është kompani ndërtimore e themeluar në vitin 2009, me një përvojë dhe një staf të kualifikuar, ju ofron komoditet në ndërtimin e shtëpive me të cilat do të jetoni ju. Cima Construction është themeluar në vitin 2009 dhe ka një staf dhe përvojë të kualifikuar dhe renditet njëra ndër kompanitë më të suksesshme në vend. U kthyem në studio pas përfundimit të bllokut të marketingut me musafirën ton, doktoresha Jehona. Kur është fjala tek ndikimi ose roli i farmacistëve edhe mjekëve në kujdestarinë antimikrobike. Si qëndrojnë këto dy personalitete, me thonë kushtimisht? E kanë rolin shumë të madh. Nëse ndalesh dhe e këqyr që duhet me qenë, ose kush do të me hynë përbërje të grupeve të cilat kishin me boshët kujdestarit antimikrobike, zakonisht mirët si infektologu i pari, për shkak se na kemi si specialitet punën e antibiotikëve, janë mikrobiolog që kanë një rëndësi gjatë madhe, edhe farmacisti duhet me qenë aty. Për shkak se në thomë shumë herë, i kemi të nevojshëm farmacistat klinikë, sidomos se jo gjithmonë na jemi të mirë ose ja qëlloj me doza. Do më thonë, këto është edhe dozimi. Farmacisti është ai që duhet me të orientu edhe pak, do më thonë, me na të rjek vretin edhe ne kur kemi nën dozim ose mbi dozim. Për shkak se ka një herë, kur flasim për nën dozim, duke u friku se mos po bojmë dam të madh e nën dozojmë pacientin. Edhe ndodhë që pacientat janë ma korpuskulozë, të më thonë, kanë masë ma të madhe. Edhe ndodhë që nuk i reagon antibiotiku. Duhemi me ditë, të më thonë, mbi dozim edhe nën dozim. Edhe normalisht farmacisti e ka rolin e vetë. Mikrobiologu është për ka aspekti i diagnostikës. Thashtë diagnostika këtu është primare që ty të orienton për me dhanë antibiotikun e duhen. Edhe mjeku, kur i cakton indikacionet, nëse duhet apo jo. Kur të flasim tash për rolet përgjithshme, për sa i përket mjekut, po e lojmë të asnjë specialiteti, vetë fakti mjek, do më thonë, ta jep një besueshmëri dhe ta jep një kredibilitet ty të vetë pacienti, kur ai ty të qaset me problemin. Roli i mjekut është pikërisht me qenë mas pari duhet me vendosë një lloj komunikimi me pacientin, me fitu besueshmërinë e pacientit. Po normalisht me qenë edhe një dëgjues shumë i mirë për problemet që vetë pacienti referon. Aty mjeku duhet me ditë me vendosë indikacionin nëse ai duhet me fillu me njerë me antibiotik, nëse duhet me prit njëherë, me pa qysh po zhvillohet, qajo simptomatologji, qajo sindrom e simptomeve, qajo smundje tek ai pacient. Po kur flasim për indikacione duhet edhe me pas ku me unë përshtet, dhe me thonë. Për shkak se ndonjëherë ndryshe paraqitet klinika një pacienti, ndryshe duket pacienti, ndryshe e referon, do më thonë, ose ta tregon laboratori, kështu që duhet me qenë kogja një farë, nëse muj me i thonë, është një farë puzzle që ti duhesh me ditë një farë lloj mozaiku, me i kap ato, do më thonë, krejt këto pjesë të mozaikut, me i bashkangjitë për ti me e dhonë një diagnozë mas parit punës të duhun. Nuk po thom diagnozë përfundimtare, gjithmonë po nisem me diagnozat të punës, po normalisht edhe një indikacion tash kur vjen te antibiotiku që nëse duhet me u përdor apo jo. A kur vjen puna te farmacisti, tash përveç rolit të tij në klinik, po flasim për farmacistat në farmacitë tona, duhen me qenë ma insistues, për shkak se te na i kemi krejt, do më thonë, rregullimin, e kemi atë infrastrukturën ligjore është shtruar në Kosovë. Edhe me ligj ti nuk guxon me dhënë antibiotik nëse nuk i përshkrim të mjekut. Disa banatore, se nuk është që i kom frekuentu gjitha ose që frekuentoj
nuk është që i frekuentoj shumë banatorët. Disa banatore kanë fillu me respektu këtë pjesë që nuk ta japin antibiotiku në rast se ti nuk e ki të përshkrume. Kam dëgju prej familjarëve të mi, kam dëgju prej shoqënisë, po dhe së fundmi më ka ra mu vetë, kur kom shku me marrë si preventiv, se ne kemi ka njerë ato ekspozimin ndaj smundjeve të caktume që ti duhesh me marrë preventivat, të cilat nuk e japin pa përshkrim të mjekut. Po të disa banatore tjera e ki qasjen, do më thonë që mundesh me marrë antibiotikun pa përshkrimin e mjekut. Tash roli farmacistit këtë rast, do më thonë është për me qenë këta vesh strikt me qëta pacienta. Me ta lyp një letër, me një vule për qatë antibiotik. Veç kështu, kur fillon me u zbatu ligji, ti 100% gjitha banatorët, edhe ti bash strikt vetë me klientelën tënde, që ti nuk jep antibiotikun pa pas një lloj përshkrimi. Mandej mjeku, krahas ekzaminimit, dëgjimit që e bën, ekzaminimit, duhet me pas një mbështetje edhe te analizat laboratorike, hiç kërkojë një hemogram, sa do të thjesht. Mandej strep testet me furnizu, se këtu nuk është dhe shfaj mjeku gjithmonë duhet me, do më thonë, janë ata temi institucionet më të larta të cilat duhet me i furnizu dhe me ja u mundësu vetë mjekëve që punojnë, do më thonë që me pas një diagnostik të shpejt, që ai me ditë me u mbështet, nëse duhet me dhonë një antibiotik apo jo. E vetëm këtë rast, kur t'i ja ofron një diagnostik të shpejt, mjekëve, po them, prej, do më thonë, prej kujdesit primar, se aty fillon lufta e para, aty e ki kontaktin e parë me mjekun, kur ti i orienton ata përmes një diagnostike të shpejt, është shumë ma mirë pastaj, se e ka një farë bazamenti, e ka një farë lloj mbështetje pse po e jep qatë antibiotik, ose pse nuk po e jep. Se duhet me qenë edhe kjo. Mandej normalisht kur janë kujdesi sekondar, terciar, ato janë analiza pak ma tilla, janë pak ma të avancume, po gjithmonë do me thonë edhe mjekët në kujdes sekondar dhe terciar duhen me qenë insistus me kërku analizat dhe me mbështet gjithçka që e shënojnë në analizat që i ka përpara. Paktën unë kështu e shoh. Si mund përmirësohet përshkrimi i antibiotikëve në për spitale dhe klinika. Kjo për faktin se ndoshta keni dëgju ose ke pas edhe ankesa për i pacientëve që ka përdorur në X antibiotik dhe s'ka pas efekt. E thash, këtu të na është një rëndësi që ndoshta shumë pak edhe i kushtohet ose i japet vendi i duhur, i merituar, është pikërisht edhe diagnostika. Këtu duhet me pas një bashkëpunim në mes të klinicistit edhe do me thonë diagnostikës. Këtu hynë qoftë analizat mikrobiologjike, qoftë analizat tjera biokimike që i lypim na ose një hemogram i thjesht. Është pikërisht në këto duhet me u bazu edhe përshkrimi antibiotikut. Kur të flasim për kemi raste që kanë thonë pacientat, e kom përdor për 7 ditë, nuk ka kryer efekt. Atëherë ty të bën me kuptu që mos ka rezistencë në qatë antibiotik. A mund të vjem pyetje rezistenca apo si snifet përshkrimi, ndoshta ose përmbajtja substancës aktive tek ai antibiotik? Ajo është diçka tjetër. Ajo i përket tashti kësaj agjencisë që mirët me barnat. Ajo është sepse kemi raste që kemi dëgju po. Kemi dëgju. Ajo tash i përket atyre që duhet me analizu këto sane, mu për shembull nuk më takon. Apo kupton se unë jam veç ajo që kam me përshkruar. Jo, a keni pas raste që keni ndesh në kësaj? Po, unë kam dëgju që jo substancë aktive nuk është në sasinë e duhur, jo ku ta di unë. Që nganjëherë të bën me mendu që mundet me qenë edhe ai faktor. Po te në momentin që ty thotë se ka kryer punë antibiotiku, neve na shkon mendja. Po flas si infektolog, neve na shkon mendja te rezistenca. Çfarë duhet bëhet në ato raste? Në ato raste, edhe pse ka njerë kur je i mbuluar me antibiotik, tash edhe kur ti lyp analizat mikrobiologjike, ka njerë është goxha triki, që thojmë, është goxha për shkak se tash të ambulant të del fals negative një analizë, qoftë një urinokulturë thjesht për shembull, atëherë duhet me tentu me u ndru antibiotiku. Po është mirë me u marr paraprakisht një historiat që nëse çaj njëjti antibiotik është përdorur edhe herëve tjera, nëse është keq përdorur, tash po flasim, është përdorur është edhe pa përshkrim. Edhe me kalu me një klasë tjetër për me po duhet me u përcjell pacienti. Në rast se në ditën e tretë nuk ka, domethënë, lehtësim të simptomave, atëherë ndoshta duhet me u prit pak, me pushu, edhe me fillu me u bë analizat për me kqyr, për me gjetë aman cilin antibiotik me përdor. Ama duhet me u ndru. Kur të sheh
Po them, neve nuk na shkon tash mendja te ky aspekti sa është substancë aktive, ajo i takon konkret një domeni tjetër. Neve gjithmonë na shkon ajo mos është rezistenca në pyetje. Nuk po i funksionon pacienti tem që kjo terapi është rezistenca në pyetje. Tash po flas te pacientat me të cilët ne i mirëmi në klinik, unë punoj në mjekim intensiv të klinikës infektive. Edhe kemi raste kur e kemi vendosur antibiotikun. Edhe kemi po, në mjekim intensiv shkojnë ato klasat pak më të larta, pak më të rënda, për shkak se pacientat janë më të rënda, është natyra e smundjes që te na vijnë që është më e rëndë. Edhe kemi po në bazë të analizave laboratorike. Për shembull, në vend se me shku të na u zvoglu leukocitet, neve që kanë shku të na u rrit. Edhe kemi po që diçka nuk është në rregull. Apo kupton? Edhe atëherë kemi vendosur me e ndru. Edhe pse te na është ajo në momentin që ki temperaturë na e dërgojmë kur ndryshohet që është një infekcion sistemik, sidomos te sepsat. Ne e dimë që e ki bakteremi, domethënë ki bakteriet në gjak që janë të vlu në far forme, po e them kështu. Po tash derisa të vjen ty hemokultura, pse jemi në kontakt non-stop me mikrobiologët tonë, na tregojnë ka rritje, s'ka rritje. Normalisht nëse na e kemi e vendosim për shkak se duhet gjithmonë edhe ti me qenë iniciatori që ti komunikimi me shku me pyet pak për çat pacient. A kem rritje, as kemi rritje? Të paktën unë tentoj me e bo ata, për shkak se ata janë shumë të hapur për me komuniku. Në momentin që shkon e pyet për çet x pacient, apo më tregon a ka filluar rritja në hemokulturë që të dim, të orientohuna unë çka me bo. Në qato raste kur kemi pas, na ka shku menja për rezistencë, edhe kemi ndru antibiotikun. Kemi shku me një klasë krejt tjetër, që nuk ka qenë klasa e njëjtë mete, e kemi ndru klasën e antibiotikut, edhe për shembull kemi pa që ka fillu tash me pas efekt. Do më thonë neve na shkon gjithmonë menja te rezistenca. A ky aspekti tjetër, se kom dëgju shumë edhe unë, kom dëgju, do më thonë prej njerëzve laik, prej vetë popullatës, prej vetë shoqërisë tem, familjarëve të mi, që ndoshta është që kjo komponenta hiç më larg se dje. Përsa dhe për profesionistëve shëndetësor, që u diskutu puna e, nëse që më gabim, puna e ceftriaksonit. Diçka që është në treg, që nuk po ka efekt, nuk ka pas efekt për shkak të substancës aktive se e ka. Ato ishtë desht me u marë, domethënë, institucioni relevant që miret me barë. Edhe pse ajo s'do më me kuptu se ai ka kaluar për ato filtra shtetëror kushtimisht në për ato agjencione që do të më akreditu për me hy. Pikërisht për me hy brenda. Po, nëse është e nevojshme, nëse po ka që ka dyshime, fillo bre edhe një filtr të dytë, bëj edhe një filtr të dytë. Nëse filtri primar pas ka kalu, është fut tek te, bën edhe një filtr të dytë. Nga njëherë ndoshta kur ti shet që po ka kaq shumë ankese, kaq shumë dyshime, po mendoj që ndoshta ishte desht me u fut edhe një filtr. Rishërtim. Doktoresh, tek për përmbajtja, sa i përmbajmë rregullave të një antibiogrami? Sepse nga ato, në fakt na e kem një, ose ma sakt profesionistë shëndetësor në këtë rast mjeku, e ka një pasqyrë të pastërt se me çka me veprue. Pikërisht. Tash, kur të flasim për antibiogram, nëse po e marrim parasysh një pacient të cilin i kemi lshu ose është si trajtim ambulantorik, nuk vazhdon hospitalizim. E thash, rregulla te kujdestaria antimikrobikëve është shkon nëse veç ke vendosur intravenos, shkon 3 ditë intravenos, derisa të marrësh një rezultat, edhe switch off. Me njerë, sa ma parë, duhesh me u kthym peros. Po kjo nuk vlen vetëm për pacientat outpats, që i thonë pacienta jashtë klinikës. Kjo faktikisht është një rregull të cilën insistojnë, tash edhe me studimet më të fundit, që të filloj me u aplikua edhe në klinikë. 3 ditë, do më thonë, për me u bo switching off, do më thonë ndrimi, sa ma parë me u kthy në peros, në terapi peros të pacientat të cilët mundën normalisht. Terapi orale. Terapi orale, se për shembull ti nëse i thu pacientit tem në intenzive, që unë e kam të pavetëdijshëm, ajo është nonsens. Tash, ti kur te ki, ashtu e the shumë mirë, kur ti ki antibiogrami, faktikisht e ki një libër të hapun, vetëm duhesh me ditë çka po don me dhon. Në rast se ti je tu dhon terapi intravenoze, parenterale, edhe ty të vjen antibiogrami. Qenë ka alas sensitiv, në çato që je tu e jap. Shumë herë është ajo pyetja, a kishe vazhdu me çato, a e kishe bos switching peros? Unë personalisht e kisha kthy në terapi, domethënë peros orale. Sepse është rregull, është shumë më mirë. Pse diku shkon, po i shkon shumë më shpejt shërimi me shkumë intravenoz. Po. Ty përmbahemi pak rregullave të kujdestarisë antimikrobikëve, është shumë më mirë. Edhe nëse ti, po e them, shumë banal po e marr, ke fillu një infekcion urinar me ceftriakson. Po shkojnë tash me ceftriakson mastrisht, po. Edhe tash po të vjen ty një urinokulturë.
edhe po e shet që e ki senzitiv në nitrofurantoin, për shembull. Po e ki edhe në ceftriakson. Ceftriakson, senzitiv nitrofurantoin. Pse më vazhdu ceftriaksoni? Ndërpreje, ktheje në terapi orale të pacientin. Se është shumë e lehtë për vetë pacientin mandej me menaxhu një terapi orale. Si mund të bëhet edukimi i pacientëve në përdorimin e antibiotikëve? Me gjetë kohë kur të vinë pacient me komuniku me ta. Është shumë e rëndësishme me gjetë kohë me komuniku me ta. Kur të them me gjetë kohë, tashti po e kom parasysh nëse bëjmë krahasimi në mes të kujdesit primar shëndetësor dhe neve, ata janë shumë atë ngarku nëse e marrim 24 orëshin, normalisht. Po lejoni të ceki që në biseda me disa mjekë të rinj më ka pëlqyer që kanë mri me e inkorporu ekzaminimin e pacientit. Anamnezën, në njëjtën kohë, domethënë komunikimin, edukimin e pacientit, domethënë duke bëu ekzaminimin edhe tu e bëu anamnezën. Çështo është, duhesh me e ditë, njëjtën kohë, se minutazhin e kanë shumë, fatkeqësisht e kanë shumë të kufizuar. Edhe duhen nga njerëz shumë më shpejt që mos milon me prit pacientat të tjerë. E ky lloj çysh ata e kishin bëu, domethënë që më ka rastis rishtazim me bisedu me ta, më ka pëlqyer për shkak se mjekët janë të interesuar me eduku pacientin. Edhe po edhe ata ndoshta që nganjëherë po e them kushtimisht, si kanë nervat, lodhja edhe këta, është mirë që nganjëherë me uvnu në pozitë të pacientit, për shkak se secili pacient kur vjen tek ti, qoftë edhe nëse janë simptoma psikosomatike, tenton me gjetë një mbështetje, një lloj empatie. Edhe nëse ti ja mbyll derën pacientit, atëherë i bjen si një farë lloj shkatrimi, ai më nuk ka te kush me u mbështet. Kështu që komunikimi është në një. Sado që e kemi kohën të kufizuar, të paktën 1 minutë kohë me ja kushtu pacientit për me i përshkru, me eduku, tash masi po foli për antibiotik, rreth antibiotikëve është e mjaftueshme për ty. Mandej kemi, është pjesa e broshurave, domethënë edukimit përmes formave të shkruara. Mjedisimit. Edhe ajo është mirë që për shembull në rast se fillohet fushata për edukim për antibiotik, për kur duhet me u përdorë, kur jo, është mirë që secila klinik ose secila qendër mjekësisë familjare mi pas broshurat, që në momentin ti tu ja dhon mesazhin pacientit, jep atë broshurë që le të sheh, le të sheh. Mandej pse mos më përdor edhe domethënë edhe vetë mediat vizive, ato që shihen për me bë fushata të tilla, qoftë një poster bukur i punuar, i dizajnuar, se nganjëherë ka shumë rëndësi edhe dizajni, që mos me qenë ngarku, po të paktën me i pas mesazhet sa më të qarta për vetë popullatën. Nuk ka nevojë popullata me e ditë gjuhën e mjekut, me shku me shënu, domethënë me gjuhë të mjekut që mos me mujt me të kuptu kërkushesh. Mesazhe sa më të thukta, mesazhe sa më të qarta, po edhe një dizajnim sa më i bukur që ty me ta ngres syrin, mu afru me lexu, po edhe me marrë me mesazhe. Doktoresh, pyetja e fundit zakonisht është një këshill, por që në këtë rast po bëjnë ndërlidhjen mes pasojave të vetë mjekimit me antibiotikë dhe këshillën që mundesh me jap ti këtë rast. Po, na kemi atë grupin edhe të pacientëve që po thoni jo vetë mjekuhen. Domethënë shumë herë është ajo historia e vjetër, i ka funksionu kësaj antibiotiku, po shkoj për marrën e çato. Mos e bëni atë. Fatkeqësisht. Mos e bëni atë. Për shkak se ju nuk jeni tu e mjeku veten, ju jeni duke i bërë dam vetes. Më mirë shkoni, merrni kohën, shkoni te mjeku dhe ja tregoni ku e keni problemin. Merrni kohën, ndoshta me prit, masi dilni peq asaj vizite të mjekut, nëse mjeku nuk ju ka përshkruar antibiotik. Mos insistoni, sepse kemi edhe pjesën e familjarëve që insistojnë për me marrë antibiotik. Mos insistoni, më mirë shkoni, pritni 2 ditë, nëse shihni që nuk jeni më mirë, riktheuni e mandej e merrni, domethënë përshkrimin e antibiotikut, si sa mu vetë mjeku. Për shkak se vetë mjekimi vetë se bën dëm, domethënë ndoshta tash s'kemë pa dëmin që ai bën vetes, po në një të ardhmen shumë jo fort largt, në rast se kime pas smundje tjera edhe nuk kanë me të funksionu ty që taj antibiotik që ishtë tesht me qenë të linje së parë, atëherë ndoshta ki mu kujtu që ka i paske bo vetës që je vetë mjeku. Atëherë, doktoresh, me qenë se jemi në fund të emisionit, falenderoj shumë për kohën që na kushtove.
Dhe shpresoj mu takon emisione tjera. Ishte kënaqësi, gjithare gatshme për me qenë pranë popullit. Është një porosi që baba jam i ndjerë e kalon, kur kom fillu me studimet në mjekësi, edhe kam edhe librin e parë e kam prej tij të mjekësisë, që më ka thënë mas pari shërbej popullit. Kur që unë jam për mi shërbej popullit. Edhe pse shumë herë frustrohemi, edhe thonë po e lojmë këtë vend, unë e lojëm me një kombë në Kosovë, me një kombë jashtë. Megjithatë, sa të jemi këtu, ose sa të kemi misionin këtu, kemi me tentu me bo më të mirën e mundshme. Të paktën për me qenë për këtë popull këtu, edhe me dhonë maksimumin, jo vetëm, do me thonë, nuk është puna vetëm me shëru sëmundjen, është puna dhe me parandalu sëmundjen. E ma e madhja punë që duhet me bo, që shumë herë harrojmë, është pikërisht parandalimi sëmundjes, mos me ardhë deri te sëmundja. Me i parandalu dhe shumë gjana tjera. Edhe rezistenca antimikrobike, do me thonë, nështë me qujtë, ka me u bo një farloj sëmundje, kështu që ta parandalojmë sa jemi në kohë. Faleminderit shumë, doktoresh. Shikues të nderuar, me ne sot ishte Jehona Krasniqi Zhuti, specializante në sëmundjet infektive dhe ne shihemi në emisionin e ardhshëm. Shikim të këndshëm.